Është knasi të gjusë dashur të kem të pranishëm 2 prej kampionave të sportit të bowlingut. Në anën time të djathtë e kam Nusret Haziri. Nusret, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Ndërkaq që në anën time të majtë e kam kampionën po ashtu të bowlingut Kaula Haziri. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Nusret, po filloj me ty. U mbyll kampionati, edicioni për vitin 2025, kampioni pa diskutueshëm. Po, të dilën e kalume, më falni mas pari për punën e tonit. I defike ka vëlloh. Po, kifar, shqyqërë që nuk ka koha pandemisë, së në këshë majtë emisionin, se në këshë në mshirë. Po, dilën e kalume ka përfundu sezoni, realisht edhe kupa dhe superkupa e ligës në edicionin 2025. Faktikisht, unë jam fitusi kupës edhe i superkupës. Edhe këtë djele nesër e kem Master Kupën, ku shpresojna që me fitu prap. Ja kina marrë dyqysh një farë anën, a babe bi, kupa. Nuk po i shalis. Është interesant edhe pësa ato janë materje e vdekun, po kur pëmë se ishin rrugën me shku dika, ishë problem. Nuk e ndrojnë. Ja, s'pe ndrejshin, mo. E kështu që faktikisht këtë vetë kampion në individuale është përzgjedhë, se është fitus Albin Osmani njëjtë edhe i lojtar i akademisë tonë, fitusi kupës edhe i superkupës jam unë edhe të shohëm edhe nesër. Çka po ndodh? Edhe pse tash mu kam bërë 2 fusha, kampion si trener, kampion si lojtar, po çështu është kur punojsh gjatë edhe punojsh me vullnet, të bëjsh sakrificë, të harxhohesh materialisht, edhe në fund gjithherë. Tani kur çelen tani, që kanë thonë kur çelen kësia të shohen që ljau derën edhe të mirat e keshin kur të shohen me që ljau derën. Nuk nale. Pa, jasë vënalqin. Kaula, kampione e këti viti, pap, edhe njerë tjetër e konfirmove paka shumë. Si ndjen, për di që do ka bo paka shumë e përditshme, po si e ndjen kur po është kampione sërish. Është një ndjen shumë e mirë për shkak që kjo e tregon punën e vazhdueshme që e bëj dhone se lojtare po të njëjtën kohë dhe për kushtimin që e ka pas babi ndër vite. Bile një ditë pasi që fitu me përmana një farë shpreje edhe kur postova bile kom shkrujt koha po ndryshon po na po mes me gjithë qata kampionat ka kallëzon shumë për neve dhe për punën që e kemi bu na po të njëjtën kohë dhe për kushtimin e babit sidomos si trener i cila u tregu jo veç ton po dhe te këtë lojtarët e tjerë që tu mirë, lojtarët e ri e kjo po tregon që sporti jonë e ka një tardhme e onës në përprasme, po atë ardhme që me shfaqna si lojtarët bowlingut edhe si sport se çka jemi në gjendje me bu jashtë garave që i majmë në Kosovë. E përmendi edhe shprejen edhe Kaula, se s'po ndryshon te ke fundi kampionet. A nuk do ka baba ja? Kampion, kanë thonë lind nuk bosh. Po është interesant që na Kaula është edhe Gjunejdi. Gjunejdi si vjetë është zgjedhë edhe juniori ma i miri. Edhe e thira me orë në emision, po u tëtë, thashani dush mu bo gati tani në emisionet tjera. Është interesant që për me u përzgjedh kampion ose me u bo kampion një vit mon është nështë edhe aksidentalisht në kuptimin se mon dikush mos me kanë në formë edhe mon me kanë dita jote jo se na i kemë edhe kualifikimet për shembull si në kup, në superkup edhe nesër që i kemë master kup zhvillohen garat kualifikuese 6 loj edhe tash në 6 loj përzgjedhen edhe shkojnë top 5 më të mirë në finale tash ti më me kanë në pelu e sport dhe i të fundit më i vendi dytë me 150 pikë, po në finale, që ato momente, mas gjysore pa uzë, ty mërët me hu pak ndjenjen e gjujtje sen edhe mërët me të mujtë një që është shumë maj dëptë se ti. Por në lejtarëve të maj ralli ndodhe aja, po ku kem të aja mu përsërit si kampion, dhe me majtë një kohë gjatë, është pak problem, do të këgjë shumë punë, ka gjë shumë për kushtim. Edhe ekipin më të mirë me pos. Edhe është problem. E tash Kaula e përmendi parzit tonë nuk kursena. Shahon këtë rast Kaulën e kam çik. Edhe jem një familjes, po unë kam Albin Osmanin, ai është i Ferizajt, si qyteti Xhilanit është. E kam Bindin, Bindautin, e kam Andi Dervishin, e kam Darsej Kastratin. Këta 3 tjerë janë këtë Prishtinës. Që do të thotë se kum kursy ata që këta nuk janë të Gilanit, nuk janë të Met, apo dhe një unë kum harxhu,
ato harxime që I kom bërë gjatë këtyne 11 vjetëve që nuk janë pak, me mësu si trener, me mësu si driller, se dush mi najt gati lejtarit me ditë çfarë topa mi përzgjell, çfarë lejata mi shpu, edhe me mësu me gjujt edhe teknikat edhe këtë komplet, do është kozoni kapital më argju. Ata as një nuk ma kompenzojnë mu, as nuk mujnë me ma kompenzu. Po çka menojnë që ma kompenzojnë ata është që kur ti postojna medaljet për kampionatit evropian, ata ma shpagujnë krejt ata që e komban, edhe nashta shtetin të armen, ose federata mundet me kompenzu atë gap që nashta une e kom hargju edhe që s'kompenzuhet, e me kur gjahit se për të kisha investu nashta dikon tjetër, për këto 10 vjetë e fundit I kisha marrë nashta 10 fesh ma shumë, po prap, unë jam qasi tipi. Unë knacna me qatas, knacna me ki tjetër. Në jam sportist, edhe kam qef që nesër, mas nesër, unë ushqena me rezultate. Jo gjithherë me sene, materiale, po. Jem krijuar qashtu, Zoti ka kriju disa njerëz që disa njerëz tani kanë më knaq me rezultatet e tyre. Kaula, çka ka ndryshuar ky vet krahasim me vitet e tjera tek ti personalisht si sportiste? Mendoj që te sportistat ai qelë si kryesor për me u zhvillu edhe me u kon më I matën është gjithmonë eksperienca. Sa më shumë të bjen ty me përjetu gara, me I përjetu ato emocionalisht, ato gjithmonë kanë me fillu me të rritë ty si personalitet, po të njëjtën kohë dhe si sportist, unë mendoj që këtë vit kom marrë pjesë në për turnire, kom marrë pjesë gjithashtu edhe në gara ndërkombëtare ku e kom përfaqësu Kosovën, Kupën e Kampionëve të Evropës në junior, gjithashtu edhe Kupën e Kampionëve të Evropës që u mbajt në Vjenë, po edhe me turnire të tjera se cila ka pas një rëndësi të vetën e cila ka ndiku shumë tek une dhe mendoj që ka rrit ma shumë mu emocionalisht edhe me u mundu me u përball me vetën në disa versione që ndoshta nuk e kom prit që ka me I shfaq në ato momente, po mendoj që pe viteve ma herët edhe tasht kom ndryshu shumë, e kom pa që ndoshta humbja nuk është ndoshta kapitullimi asajna që unë kom prit që ka me ndodh, po gjithmonë e kom mendu që humbja ka me qenë një derë e hapën për mua edhe një mësim që herën tjetër mos me përsërit. E dim që kur t'jem fillimet tua edhe paka shumë e kupton si sportist edhe nis të bësh paka shumë më I miri, por që ka njëherë ndodha nuk është nga njerë ndodh vetë që me pas një farë neglizhencë për kundërshtarët e tjerë. Kur të rritet njëri profesionalisht ko pas ko edhe merr këtë eksperiencë të madhe, atë ul nivelin e neglizhimit për shembull për kundërshtarët e tjerë, që mos e pas neglizhencë ndaj tyre, që thuajse me pas një farë lloj frike edhe ndaj tyre pavarësisht që ndoshta nuk mund të arrijnë të jenë më I mirë se ti. Tash kur vjen puna te kjo, unë mendoj që sa do eksperiencë me pas është në punë gjithmonë respekte. Nëse unë e konsideroj tillë, ndoshta ti kush tjetër mendon ndryshe, nëse e konsideron veten sportist dush me pas respekt. Nëse s'ke respekt nuk je sportist, unë mendoj që kush do qoftë ai kundërshtar që ka me lujt kundër meje, I bjen fjala për shembull me një finale ose me një kompeticion, unë respektin e fillestarin. Nuk ka lidhje a është më I fortë se unë, a është më I dobët se unë, apo a ka frika ndaj meje ose unë ndaj tij apo asaj. Për mu vlen gjithmonë respektin, që sa ai nuk ka respekt ndaj meje, ai e shpjegon personalitetin e tij, por gjithashtu edhe farë niveli është si sportist, kur je kampion e nuk I respekt për kërkon, nuk vlen kur gjë medalja, nuk vlen kur gjë kupa, kur nuk e ki normalisht, që ajo është më e rëndësishmja për mu. E mendoj që kjo ka qenë ajo kryesorja që më ka rrit mu si personalitet edhe më ka bu mu matmatën edhe me qenë ku jam tash. Në stret, që ka pasur progres sporti bowlingut gjatë vitit 2025? Është interesant se në 2025 këtë vit në Federata e bowlingut me ndimin e Ministrisë të Kulturës e kena ble prej Amerikës një maqinë që është speciale për përgatitjen e pistave, është oil lane machine thirrët. Edhe tash prej atij momenti që e kemi marrë dhe e kemi instalu edhe kemi nisë me përdor, faktikisht na
tash edhe ushtrojmë, edhe njëjtën kohë përgatitemi para çdo gare me patenat, kushtet 100% qysh i ka krejt bota, krejt Evropa, sidomos në garën që shkojnë na përgatitëm në mënyrë 100% profesionale. Prandaj edhe Kaula këtë vit për shembull në Bullgari kur kem në Sofia Open International në mesin e 150 lejtarëve, kjo ke 24 ta mzgabovsha me 1446 pikë, do më over 15 pikë nuk mujti me him finale, që është konë rezultati mahnetshëm. Prej aty hyt shkum në Ibibo në Romani, 193 lejtarë, kjo e 9-ta, hinin finale, edhe super lejtarë pikete Evropës. Ben Dauti e patëm në Bowling GP në Francë, të turnamenti i juniorëve, 134 lejtarë bindi i 10, që të thotë llogaritë çfarë progresi të madh kemi bërë. Për shkak se tash kem mundësi është njëjtë me marrë një shembull njëjtë sikur futbolli, tash futbolli në krejt liga e Kosovës FFK-ja, mi pas terrenet sportive, se unë jam edhe vetë ish futbollist, edhe marr vesh nuk është sporti bowlingit i pari, prandaj edhe specifikat di edhe mi bë krahasimet në formën e duhur. Llogaritë tash cili klub i Kosovës me pas terrenin me standardet UEFA-s. Butësinë e terrenit, përgatitjen, domosdoshmë bjeshi, është ftoftë, terreni është soft, lun, fenomenal. Ndryshe kur e keni terren që ti dëmton edhe muskujt, faktikisht lejtari nuk mundet për shkak ngarkesës muskulare as me dhon 50% për shkak fizikusit tina. E tash na për shembull, përveç teknikës që e kemi stërvite dhe kemi mësuar ton kohën, na tash prej marsit më zgabosha, aprilit, kemi fillu me pasën edhe kushtet në pista. Kështu që na pretendojmë vitin e ardhshëm garën e parë në mars e kem kampionatin Youth në Berlin. Aty pej 15 janarit që ja fillojnë na përgatitjeve intenzive me 4 lejtarë, 3 meshkuj edhe Kaulën, na atje nismi për më kthy me medalje. Pastaj kem lojrat kampionatin mesdhetare e tutje, po si vjet na përgatitemi me ardh të paktën pikë këtyre garave, bile minimumi me 4-5 medalje. Me pas një progres haletitën për na tash edhe është interesant se kur ti përgatitesh me kushte të njëjta, edhe del në gara, e testo veten, ti tani një farë self-confidence në gara, kur shkësh se she, që ti e dikushi, ti mënësh, a këtyne herë, ma herët, deri para këti viti, dhe 2025-ës, na kina stërvit diçka tjetër, kur na shku atje, na ka dalë bumerang, se atje ka pas vaj ma shumë, nuk u kapshin topat, u bëjshëm me fol vetë me veti, shka u bo, ka ndryshum na u prishen topat, na u prishen durta, çka u bo. E ta shpeshat, që se herë po dalëm, na po jena vetë vetja, si këto, si kur atje, edhe normal, kur ma herët që ja bone pytjen të neglijencën e bëm, po mund me të sos. Amo, kur para menoti e ki desavantajin, një neglijencë, po ti kur të shkojsh, del muri 4 metra ti e mësum, në mur 1 metër e gjys, atëherë ti automatikisht i hub 2 centimetra dhe s'ki shans ti, it's impossible që dojnë ata ti ma, si të bish psikisht, fizikisht ti ma veç, s'dvynë kur gjë e kështu që na kina përparu, edhe po shifet, tash 2026 është vetë shpresoj që amon kështu kena mi kallëzu krejt Evropës e krejt botës që kena punu për që ditë edhe shpresoj edhe për lojrat mesdhetare 2030 inshallah dhe atëherë po bëhet diçka po shpresoj me standarde ala dhe më të mira. Kaula, një vit i cili përfundoi me sukses për ty, pavarësisht edhe nesër do të bëhet edhe Master Cup në kuadrat e sportit e bowlingut. Viti 2026, çka e për Kaulën, edhe cilat janë sfidat e radhës që Kaula pretendon të thyj? Nuk kisha mujt nështë ta mi u thonë sfida, po na presin shumë kampionate, na presin shumë turnire që besoj që kemi me i mri, me qenë aty. Spari kena që përmendi dhe Bobi në mars në Berlin e kemi kupën e kampionëve të Evropës. Viti kalum, do me thonë ky vit, në fakt, në fillim në prill nëse nuk ka bëj, e kemi majt në Turqin Samsun. Aty në individuale, kom mri, do me thonë, i kemi pas 6 loj, dhe i lojën e 5 tonë e kom pas medaljen e argjendit, po lojën e 6, që tha dhe Bobi,
do këtë muri edhe 1 metër po shkon 4 metra 4 metra. U konë era e parë që ku marr pjesë aty dhe u konë ndoshta një arritje shumë e madhe nëse kisha mri me marr një medalje, po esenca ka qenë që e kum fillu mirë, edhe pse për 9 pikë nuk u mujt me kap medalje. Po shpresoj që ai ka qenë mësim shumë i madh për mu. Me pas lutë si në Bullgari edhe si në Rumani, aty kish pas medalën e orë, kanë pa diskutueshme që kaq do të thotë mentaliteti kur ti përgatitesh edhe plus atje kur imi kanë nuk i kena pas makinën, besoj që i kemi pas në atë kohë se u kanë fillim. Domthon halo pa në orë makina e re. Po mendoj e koni mësim shumë i madh, që shpresoj që këtë herë mos më përsërit. Mendoj që që aty ka me qenë pika ku one ka me thonë kitë këto arritje që i ke bu dhe i tasht, më nësh me bu prapë edhe shpresoj që këtë vit që po vjen në qatë kampionat me kap një medalje, e besoj që aty ka më bu një farë burst of confidence edhe për që aty të besoj që ka me vazhdu halo ma mirë, si ta mri qatë medalje, po edhe në që se nuk e mri, one nuk ka më ndalë dhe sa ta mri qëllimin tem. E mendoj që ndoshta puna që kemi me bu për këti viti, nështë një fresh start për 2026-ës, ma shumë konfidencë sa kemi pas këtë vetë dhe shpresoj që bashkë me babin kena me i arrit qëllimet që i kemi. Unoroj t'i keni më të mirat, administrat shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit pas ditës sportive. Faleminderit edhe juve, na falni për punën e zonit, po kjo do më thonë që kem shumë respekt edhe të smut vina. Shumë faleminderit çdo herë për kampionat janë kampiona vetë. Çdo herë je gatshëm për të qenë pjesë. Faleminderit shumë. Kaula, faleminderit shumë që ishe pjesë. Faleminderit edhe për juve që gjithmonë gjeni kohë me na ftu në studio dhe me tregu talentin që na sportista kemi. E meritoni kështu.